Okej, atëherë jemi përsëri në transmetim direkt. Ndodhem në sheshin Skënderbej, këtu në Tiranë, ku bizneset shqiptare promovojnë produktet e tyre në një panajër i cili ka nisur ditën e djeshme dhe do të vazhdojë edhe sot. Kjo ide e mirë e këtij biznesi për të thithur klientelën. Janë biznese shqiptare, të cilat kanë sjell produktet, disa nga produktet e tyre këtu në këtë panajër dhe i promovojnë këtu të gjithë qytetarët e Tiranës, por pse jo edhe të gjithë Shqipërisë. Ne kemi ardhur sot pas dite këtu, kemi bërë një video live stream. E kemi nisur ditën, ndërsa tashmë me ndezjen e dritave mendova pse jo të bëj dhe një video të dytë shumë të shkurtër, besoj se 20 ca minuta, të bëj një video tjetër me dritët të cilët janë ndezur këtu në sheshin Skënderbej. Ka biznese të ndryshme, me sa kam thënë re unë, dominojnë produktet e mjaltit, por pse jo, siç duket dhe nga pamet, ka dhe mjete bujqësore, ka dhe prodhimet të zonës, pra fruta dhe perimet të ndryshme. Pra gjithçka gjendet këtu, ka punime artizanale, punime me tezja, punime edhe me shtizë, siç kemi shfaqur edhe në videon të cilën e kemi mbyllur para pak minutash, dhe menduam të hapim një live stream të dytë, duke pasqyruar me ndriçim këtë panajër. Disa nga bizneset ne kemi arritur që të marrim edhe intervista të ndryshme ku personat cilët ishin para bizneseve të tyre kanë treguar për produktet të cilat i kanë sjellë këtu në këtë panajër.
pastaj këtu është. Pra bizneset janë fokusuar tek tradita shqiptare më tepër. Kam fjalën këtu për bizneset të cilat kanë prodhimet e mjaltit ose siç kishim edhe biznesin të cilën e intervistuam para disa minutash te biznesin këtu ku kishte sheg të ndryshme. Kemi arritë të marrë edhe një intervistë një video më të gjatë të këtij panajiri e keni në live streamin e parë, i cili përfundoi para 15 minutash. Mund të ktheheni në kanal dhe mund ta shikoni videon të cilën e kemi nisur rreth orës 18. Promovime të tilla ka nevojë fatikisht Shqipëria për të patur sa më tepër promovim nga bizneset. Tashme ne gradualisht do të largohemi nga ky panajir. Tashme në pjesën ballore kemi edhe monumentin e Skënderbeut, herojt tonë kombëtar. Tashme mund të shikojmë disa biznese, Miell Tirana, firma tona, e cila ka sallame të ndryshme dhe produkte të tjera, Veza Aiba. Janë biznese të cilat i shohim shpesh herë në spotet. Por pse jo, ka dhe biznese të tjera të cilat i shohim rishtas për herë të parë. Ndërkohë tashme po shohim Palma, e cila ka produkte të fata, siç janë produkte ndryshme, si kikirik ose të tjerë. Mendoj se duhet të ketë shpesh herë duhet të aktivizohen aktivitetet të tilla, duhet të ketë më tepër promovim ku dhe bizneset shpalosin produktet e tyre dhe prodhimet shqiptare, Made in Albania. Tashme vazhdojmë rrugën drejt, sepse ne do të largohemi gradualisht nga qendra e Tiranës.
për te muzikës moderne, cilën e kishim para 5 minutash në sfond. Kemi edhe zotërin. Respekte. Ndriçimi në këtë zonë është pak problematik. E kemi thënë dhe herë tjetër. Është një zonë që diku ka një llampë fuqishme, diku nuk ka dritë fare. I ndrit Grabolli video tjetër është nesër pasdite në Fier. Këtu kemi një diçka që doja ta fokusoja. Dhe përballë kësaj diçkaje ndodhet Plaza, një ndër objektet më të bukura në Shqipëri, po se po, por mund të them edhe konkuron për arkitekturën që ka, një ndër objektet më të bukura në Europë. Në Europë ndoshta ka shumë objekte të bukura, por kjo plaza është një ndër to. Do të vazhdojmë në rrugën bashkë deri afër rrugës Elbasanit. Her pas here ka pamje të cilët kanë shumë dritë, kemi dhe pamje të cilët janë të errëta. Më bëri çudi një pjesë e biznesit të cilët ishin inferior ndaj promovimit, ndërkohë që kishin ardhur aty. Ishte shumë e çuditshme nga ana ime kjo pjesë, ku do në botë promovimi ka vlerë, ndërkohë që unë afrohesha që të merre informacion më tepër për produktet e tyre. Më tepër isha kurioz për zonat, për shembull shkova tek një biznes i cili kishte mjalt, edhe do e dija informacion, do dija se ku prodhoi, ku I kishte kosheret, si funksiononte qyshtek. Do të merre disa mendime të tij, por zotëria ishte fare, jo, mua mos më nxirr. Unë nuk dua ta tregoj. Pra, kjo më bëri shumë përshtypje, edhe mendoj se disa edhe abuzojnë me biznesin.
Disa abuzojnë edhe me prodhimet, të cilët i quajnë prodhime origjinale, por janë prodhime falsa. Por shumë të tjerë me kënaqësi më kanë falenderuar kur i kam marrë edhe intervistën. Më kanë falenderuar për atë çka unë bëra, për promovimin që i kam bërë çdo biznesi aty, të paktën të gjithë atyre bizneseve që i shikoja në distancë, që e kërkonin promovimin, e kërkonin reklamën. Por kishte edhe nga ato, siç e thash edhe pak më parë, që çuditërisht donin të ishin biznese fantazm. Tani do doja t'ju shfaqja një pamje, sepse kemi plazën këtu, ndërkohë që qielli sipër është me re. Shikoni sa pamje e bukur. Më pëlqen kjo ndërtesë, më pëlqen shumë. Është ndërtuar shumë bukur, fatikisht, është bërë një punë shumë cilësore. Këtu paktën nga ana vizuale, po them, sepse brenda nuk është se i kam vizituar përveç se një zone ku është prezantuar një produkt i Panasonic, kam qenë aty i ftuar, ndërsa zonat e tjera të plazës nuk i kam parë, nuk i kam ndjekur. S'ka semafor? Jo, mund të lënë pa semafor. Është një zonë që nuk ka semafor. Hajde. Okej. Çuditërisht nuk ka semafor këtu. Ndodhemi në zonën mes Toptanit dhe plazës. Fation më shkruaj diku, vëlla, më shkruaj në Instagram. Të kemi lidhje sepse e kam në plan videon e lushnjës, kështu që madje mund të them që kam redaktuar edhe audion, është e gatshme, audio është gati. Ma ka përgatitur një gazetare, një vajzë e cila më bën audiot me dokumentaret që unë realizoj, kështu që të lutem më shkruaj në Instagram ose në faqen tim Facebook Albert Vaj Production, edhe të mbetim kontakt për të takuar drejtorin e muzeut. Tashmë jemi në zonën më të populluar, më të them, me shumë vizitor, kalaja e Tiranës. Një pjesë e drejtësimit këtu nuk funksionon, fatkeqësisht. I tha panolit. Atëherë miqtë e mi, nesër pas dite do të jemi në Fier, do të jetë një live stream në këtë qytet. Me thënë të drejtën, do doja shumë që të kisha bashkëpunëtor në live stream. Për shembull, në Fier nesër do të mundohem që të kem ndonjë person të artit ose të kulturës për të bashkëbiseduar bashkë, për të dhënë opinionet ose mendimet e tij edhe ky person. Të shohim nëse do të arrijmë diçka të tillë.
sepse nuk është se kam kontakte me ndonjë person, por nesër kur të shkoj aty, ndoshta mund të gjej dikë. Megjithëse është ditë e diel, do jetë pak e vështirë. Por të shohim. Tashme po afrohemi afër Kuventit të Shqipërisë, i cili ndodh në krahun tim të djathtë. Siç duket këtu kemi tregje të vogla lëvizëse, të cilat bashkia i vendos her pas here në zona të ndryshme të Tiranës. Janë tregje me prodhimet e zonës. Prodhimet freskëta duken. Shikojeni. Shumë gjëra, domate, patlıcan. Qëtu? Nesër shpresoj të jetë koha e bukur në Fier, sepse nuk mund të harroj atë ditë ku kam qenë herën e fundit, vitin e kaluar ka qenë fatikisht. Kam bërë një live stream në një rrebesh shiu, kështu që shpresoj që koha të na favorizoj. Gjithsesi live streami është i planifikuar, do të bëhet patjetër. Sido që të jetë koha. Tani do të thoja diçka, tani do të kthehem pak në krahun ku ishim. Shikojeni sa shëndetëtore e bukur kjo pjesa këtu. Tani makinat i kemi në krahun e djathtë, nëse shëndetëtoria ndodhet këtu. Imagjinojeni vetë tani nëse do ishin të gjitha rrugët me kaq gjerësi në të gjitha akset. Por vjen ky momenti këtu që është fundi i shëndetëtores, sepse vjen dhe ngushtohet rruga prej objekteve që kemi në krahun e djathtë. Fillon dhe ngushtohet, duke ikur tutje bëhet akoma më ngushtë. Do ishte perfekte nëse rrugët do ishin të gjitha të gjera për qytetarët. Ky është Kuvendi, vendi i Shqipërisë. Vazhdojmë rrugën drejt, e cila quhet rruga e Elbasanit. Livestrimi i parë ishte 1 orë e 30 minuta afërsisht. Ishte një live për të cilin erdha Kastile, si mund të them, për të shfaqur produktet shqiptare. Në panajirin i cili ndodhet ende në sheshi Skënderbej edhe nesër.
Gjithmonë në Shqipëri kemi shofera të cilët përdorin borin shumë, në botë shumë pak përdoret. Mendoj se është niveli i kulturës problem. Semafori është i kuq, qytetarët kalojnë. Si mund të kalosh me të kuqe? Ai mund vi tjetri me 100 aty. Pastaj e ka fajin shoferi. Shikoj. 13 është. Merit. Fotografët e dyqar. Jo, garanton dritë, në dritë errët garanton shumë. Të njëjtën gjë e bën edhe 12-a se. Por 13 është më mirë akoma, sepse ka lentet me diafragmë të ulët, edhe kjo e favorizon dritën. Ke marrë dhe atë mari? Po, pakte. Ku punon fotograf? Unë ka një studio time ku ke laborat me ekane. Shumë mirë, bravo. Pa edhe unë fotograf jam. Fotografe? Ja jemi. Elbasan. Elbasani? Po. Papa. Një pa? Nuk e di. Ku kam qenë Elbasano kur sigur të ikën e Te Adi. Kënë brava, jo. Kënë dhe jetë tjere, nuk e di për qa u putë. Mirë, pra, të përshëndes, pra. Faleminderit, mirë pafshim. Ishte një koleg fotograf. Tash me ndodhim tek ura. Është ura tek rruga Elbasanit. Ja u kemi dhe lanën, i cili e përshkon qytetin pothuajse mes për mes. Do të presim sërish semaforin, sepse është e bllokuar. Mund të vazhdojmë. Kthejmë pamje direkte nga Tirana. Do të më duhet të mbaj krahun e djathtë, sepse në krahun e majt kam patur një problem. Po kaloja para disa kohësh, isha live, edhe po kaloja tek ambasada amerikane për brinj, edhe shërbimi më ndaloi aty sepse menduan se ose më sa kërkonin informacion për filmimin. Ndoshta personeli i ambasadës shpeshherë edhe te kalon atë pjesën e rretësisë thjesht në rrugë, pra je duke kaluar në rrugë, si mund të ndaloj tjetri, por gjithsesi i dhash kartën e identitetit dhe vazhdova rrugën. Tashmë do t'ju shfaq pallatin më të madh, i cili po ndërtohet në Tiranë. Ky është shumë katëshi, i cili tashmë ka marrë pamjen e tij. Shikoni sa shumë kate. Nuk e di sa kate po ndërtohet ky objekt, por është super gjigant, shumë i madh.
Pra, ky është objekti më i lartë në Tiranë që po ndërtohet aktualisht. Si është unë që është, mendoj se rrugët do t'ishin akoma më shumë populluara, por ky është fluksi në Tiranë. Fation, mos harro të më shkruash, përshëndes. Sa kena marrë bëjt. Një ambulancë, shpresoj pa probleme, personi që ka probleme. Problemi në Tiranë është se në disa segmente, në disa zona, trafiku është ambulanca tenton të kaloj, por e ka shumë vështirë. Ka ndaluar fare, mund të them. Ja po përdor lentën për ta kuptuar, shikoni, është bllokuar në trafik. Pra fatkeqësisht ambulanca ka ndaluar aty sepse nuk mund të lëviz nga trafiku. Kjo është një ndër problemet këtu në Tiranë. Qoftë paqetëri, themi ne. Vazhdojmë rrugën drejt. Tash me ekran tim të djathtë është rruga e cila të dërgon tek edhe televizioni shqiptar, por edhe tek stadiumi kombëtar. Pra, mund të shkosh drejt dhe të kthesh pak majtas dhe është stadiumi.
Air Albania. Semafori është ende I bllokuar, por qytetarët çuditërisht nuk e respektojnë. Kalojnë nxitimthi. Ky është liceu artistik Jordan Misja, një vërtet shumë e bukur. Arkitektura e lezetshme, pëlqen. Liceu artistik Jordan Misja. Saturday night. Kjo është mbrëmja e së shtunës në Tiranë. Siç e thash edhe pak më parë, është planifikuar për nesër një live stream në Fier. Do të jemi aty rreth pasditës. Qëllërisht nuk ka qytetar fare në këtë segment. Në krahun e djathtë kemi pjesën problematike për të kaluar, siç është ambasada amerikane. Shikoni trotuari tashmë. Ndaj edhe thash pak më sipër që trotuarët në Tiranë janë shumë problem në trotuar. Kemi një pallat. Do të gjithë shkallët që të vazhdosh. Nëse do më të futesh në biznes, ka problem. Ngjitur është. Okej? Zbresim përsëri nga pallati edhe vazhdojmë trotuar. Tirana është bërë qytet evropian. Deri diku. Disa figura këtu. Ose shkollë për fëmijë kjo, nësa kuptoj. Pra për te I murit mund të kemi një shkollë për fëmijë. Nikolas, thotë Tiranës dhe Durrësit, në kokë I bie, se kuptoj komentin e Nikolas. Ndërkohë që kemi një rrugë të errët ku mezi shikohet. Duhet kemi kujdes edhe ku eci fatikisht. Ndaj edhe komentet I lexoj vëshësi. Kemi një rrugë të ngushtë. Ndërsa pak më tutje kemi një rrugë pak më të gjerë. Këtu duhet më bërë pak kujdes sepse semafori mungon.
Kemi mjete nga 2 ekrat. Duhet të marrë leje shoferi për të kaluar. Okej. Ja, u kemi dhe torta. Ëmbëlsira. Në live streamet e fundit nuk kemi pasur probleme, fatmirësisht me sinjalin. Me çudit fakti, në të orë të ngarkuar, të kalojnë kamion të mëdhej në mes Tiranës, më duket pak e çuditshme. Ilir Gjani, faleminderit Ilir për komentin. Të përshëndes. Ndërkohë doja të thoja për personat që nuk kanë bërë subscribe, i ftoj që të bëjnë subscribe në këtë kanal të YouTube, nëse dëshirojnë, sepse këtu ka video paka shumë nga gjithë Shqipëria. Ne në këtë kanal fokusohemi më tepër tek pjesa e turizmit, por bëjmë edhe video të tilla, pra walking, video duke ecur, video reale me live streaming. Ndaj kujt i duket interesant ky kanal, mund ta ndjeki, të klikojë në butonin subscribe. Por më e rëndësishme është të klikojë në butonin e shenjën e zilës. Ajo ju njofton sapo unë futem direkt në transmetim në videot e tjera. Kristina Kota thot Tirana siç ka qenë është. Nuk ndaj këtë mendim Kristina, mendoj se ka ndryshuar, por nuk më pëlqen vetëm pjesa e trotuareve, shikoj sa pak trotuar ka për qytetarët. Kjo është diçka që nuk zgjidhet lehtë. Shikoni, janë vetëm 2 pllaka. Pra, një trotuar shumë i vogël për të ecur. Kjo është problemi, se mund edhe të biesh poshtë, më kupton? S'po flas për këtë. Po ky është problemi që unë vërej këtu në Shqipëri, në përgjithësi në Shqipëri. Shpeshherë më thoni fokuso edhe qendrat periferike të qyteteve, ja ku jemi, tashmë jemi pothuajse në hyrje të Tiranës. Ndodhem paka shumë tek ekonomiku. Pra kjo quhet rruga e Elbasanit. Aty kemi hyrjen, është rotonda e parë që futesh në Tiranë.
Sot kam parë një skenë, si mund të them, të dhimbshme do të thoja, ose edhe të frikshme. Edhe këtë do ta ndaj me ju, sepse edhe pak sekonda, pak minuta ka ngelur, do ta mbyll këtë transmetim, por për të shtyrë dhe pjesën e rrugës, një maune ndaloi diku, unë isha mbrapa 2 makinave dhe kisha një maune para. Ndërkohë maune ndaloi fort fare. U detyrova edhe unë ndaloj fort, thash ç'pati ky. Ndërkohë 3 afgan ose sirian, nuk e di çfarë ishin. Kishin qenë poshtë maunes, në pjesën e poshtme, nuk e di si kanë qëndruar aty, mu duk, me thënë të drejtën, mu duk pak skenë e dhimbshme për ta, ishin bërë shumë pis ata. Ndoshta mu dukën afgan, mu dukën si sirian, nuk e di, nuk i ndajava dot. Dhe mu duk skenë vërtet shumë e frikshme. Kjo ndodhe sot para dite. Ata zbritën me vrap edhe nxituan, ndërkohë e falenderuan në anglisht edhe shoferin. E falenderuan sepse ndoshta mund të kenë hipur në Korçë për të ardhur deri në Tiranë. Ishte një gjë e mirë për ta. Por mu duk skenë shumë e frikshme, edhe mu kujtuan shqiptarët që ikin në Angli, që ikin në Londër, cilët hipin nëpër maune, nëpër kamion të tillë. Është vërtet shumë e frikshme. Shoferi u tremt shumë. Nuk i kam pa fare, tha, nuk e di. Nuk e di nga më kanë hipur, tha, por fatmirësisht ata zbritën edhe ikën. Ishin nisur për Tiranë, se Tirana, i dëgjova të flisnin edhe ikën me vrap. Ishin 3 djemë të rinj, mbase mund të ishin rreth 17 deri 20 vjeç, moshat e tyre. Shumë do duhet të nxitoj pak. Uroj që skenat tilla mos ketë me shqiptarët, cilët rrezikojnë shumë edhe për të shkuar sidomos në Angli. Okej, miqtë mi, atëherë ky ishte live streami i dytë që përgatita këtu në Tiranë. Live streami i parë u fokusua tek panajiri, i cili ende ndodhet aty në qendër të Tiranës, në sheshin Skënderbej. Është panajiri i prodhimeve të zonës, por me sa kuptova është thjesht një panajir ku bizneset shpalosin ose tregojnë produktet e tyre. Video është ndarë me 2 pjesë sot pas dite. Është video e parë, siç e thash, është fokusuar në sheshin Skënderbej, ndërsa video e dytë fillon tek panajiri dhe përfundon këtu tek rruga Elbasanit, ku jam unë në këto momente. Atëherë ju falenderoj gjithë që qëndruat me mua, ju përshëndes. Ju uroj një natë të qetë. Kush nuk ka bërë subscribe, e ftoj që të klikoj në butonin subscribe. Falenderit nga unë, natën e mirë, kalofshi bukur dhe mos harroni nesër. Atëherë nesër do të jemi në Fier, është një live stream i cili shpresoj që të jetë i gjatë, sepse do të shkoj Kastile për këtë live stream në Fier. Do të jemi aty rreth pasdites, besoj se nga ora 5-6 do të jemi live. Gjithsesi, për ta marrë njoftimin sapo unë futem live, ju mund të klikojeni në shenjën e zilës, edhe unë sapo futem transmetim, ju njoftoheni dhe më ndiqni direkt. Atëherë përshëndes gjithëve, natën e mirë, kalofshi bukur nga Tirana. Respekt të gjithëve, natën.